Ja si t'i zbardhni dhëmbët dhe të largoni erën e keqe në kushte shtëpie. Hidhni pak sot buke në forçën e dhëmbëve dhe shtoni disa pika lëng limoni për t'i zbardhur dhëmbët tuaj. Mbani mend të mos e përdorni këtë metodë më shumë se një herë në javë, sepse mundet që t'ju dëmtoj mishrat e dhëmbëve. Lëng limoni dhe nenergjik për erën e keqe. Largimi i erës së keqe nga goja është një domosdoshmëri. Përveç trajtimeve me dentist, ju keni mundësi që aromën e keqe ta zhdukni edhe nëpërmjet një metode natyrale ku në një gotë me ujë ju duhet të përzini lëng limoni dhe lëng nenergjiku dhe përzierjen ta pini disa herë brenda ditës. Këtë rutinë mund ta përsërisni disa herë në javë dhe rezultatet do të jenë vërtet të befasishme dhe magjike. Prandaj provojeni pa frikë.